Rreth 100.000 fëmijë që përballen me përjashtim social ose me vulnerabilitete komplekse do të profitojnë nga ndërhyrjet e parashikuara në planin e veprimit për garancinë europiane për fëmijët 2026-2030. Plani parashikon masa të koordinuara në fushën e mbrojtjes sociale, shëndetësisë dhe arsimit me synimin për të garantuar akses më të mirë në shërbime cilësore dhe mundësi të barabarta për zhvillim. Në takimin me aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar të përfshirë në hartimin dhe zbatimin e planit, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala theksoi se dokumenti përfaqëson një angazhim konkret për të mbështetur fëmijët dhe familjet që kanë më shumë nevojë. Ky plan synon të arrijë rreth 100.000 fëmijë që jetojnë në varfëri, që përballen me përjashtimin social dhe me vulnerabilitete komplekse. Ai përfshin ndërhyrje në disa prej fushave më të rëndësishme për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Por shifrat të vetme nuk mjaftojnë. Sfida jonë dhe angazhimi im personal si ministre është që çdo politikë e mirë në letër të zbatohet në praktikë, të zbatohet me sukses, që kjo reformë që po ndërmarrim së bashku, çdo shërbim, çdo investim i parashikuar në këtë plan të përkthehet në ndryshim real në jetën e këtyre fëmijëve dhe të familjeve të tyre. Ministrja Sala veçoi si një nga masat konkrete të këtij angazhimi, dyfishimin e mbështetjes financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara, si dhe njohjen e kontributeve dhe sigurimeve shoqërore për kujdestarët e tyre. Reformimin e ndihmës ekonomike me fokus më të madh te fëmijët, zgjerimin e kujdesit në fëmijërinë e hershme, transformimin e institucioneve rezidenciale drejt kujdesit familjar dhe komunitar, forcimin e arsimit gjithëpërfshirës, si dhe zhvillimin e shërbimeve të integruara shëndetësore dhe sociale për familjet dhe fëmijët që janë në rrezik. Dyfishimi i mbështetjes financiare për rreth 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuara dhe njohja e kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestarët e këtyre fëmijëve janë një nga masat më konkrete të ndërmarra në zbatim të angazhimit të garancisë për fëmijët. Plani i veprimit për garancinë europiane për fëmijët 2026-2030 do të udhëheqë ndërhyrjet ndërinstitucionale gjatë 5 viteve të ardhshme, duke forcuar bashkëpunimin nëpërmjet institucioneve shtetërore, partneriteteve ndërkombëtare dhe organizatave të shoqërisë civile, me synimin që çdo fëmijë në Shqipëri të ketë akses në shërbime cilësore dhe mundësi të barabarta për zhvillim.